po të them diçka dhe dua ta mendosh seriozisht. Ndoshta nuk ke problem me parat. Ndoshta truri yt ka vendosur, pa lejen tënde, që parat janë të rrezikshme. Dhe sot do ta provoj me shkencë. Unë nuk po flas për filozofi, po flas për neuroplasticitet, aftësinë e trurit për të programuar nga eksperienca e hershme. Dhe kur e kupton si funksionon kjo, shumë gjëra bëhen të qarta. Pse dikush që fiton mirë nuk ruan gjë? Pse dikush që di gjithçka nuk vepron kurrë? Pse dikush që dëshiron ndryshim nuk ndryshon dot? Jo sepse janë dembel, por sepse truri ka frikë. Le ta fillojmë nga fillimi. Truri ynë ka një strukturë që quhet amigdala. Sistemi i alarmit. Detyra e saj e vetme është mboj njerëzin nga rreziku. Dhe ajo mëson çfarë është rreziku nga eksperiencat e hershme të jetës, veçanërisht nga mosha 0 deri 7 vjeç. Tani imagjino. Fëmia sheh babain të gëzoj kur ka para, dhe të bëhet jashpër ose të largohet kur s'ka. Fëmia dëgjon grindje për para çdo javë. Fëmia kupton se kur ka para baraz, tensioni rritet, jo paksohet. Amigdala merr shënimin. Para, baraz paqëndrueshmëri, baraz rrezik. Dhe nga ai moment, çdo herë që t'u afron mundësia financiare, alarmi fillon. Zemra rrah, stomaku shtrëngohet. Mendja gjen arsye pse nuk është momenti i duhur. Ti e quan prokrastinacion. Neurologjia e quan me mbrojtje automatike. Le të shohim 3 mënyrat si shfaqet. Mënyra e parë, sabotimi para suksesit. Gjithçka shkon mirë, dhe pikërisht kur janë afër suksesit, njerëzit ndërpresin. Nuk i kthejnë telefonatat, nuk e dërgojnë ofertën, nuk e përfundojnë projektin. Shfaqet si nuk jam gati. Por shpesh është amigdala duke thënë, nëse ja del, jeta ndryshon, dhe ndryshimi baraz rrezik. Mënyra pika e dytë, shpenzimi i menjëhershëm. Ka njerëz që sa marrin para, i shpenzojnë të gjitha menjëherë. Kjo nuk është natyrë shpenzuese. Shpesh është truri duke rivendosur statusin e njohur. Pa para, baraz normal. Me para, baraz i huaj. Kthehu ku nje. Siguria qëndron në gjendjen e njohur. Mënyra 3. Pamundësia e çmimit real. Shumë profesionistë, veçanërisht shqiptar, nuk mund ta vendosin çmimin e merituar. Ndihen të turpshëm kur kërkojnë shumë. Ulnin çmimin pa arsye, punojnë falas vetëm këtë herë. Kjo nuk është modesti. Është besimi i thellë se vlera jote nuk justifikon çmimin. Dhe ai besim ka origjinë shumë specifike. Nga sa herë u ndive i paçmuar si fëmijë. Jo sepse s'të deshën, por sepse aq mundën. Por ja lajmi i mirë. Truri është plastik. Neuroplasticiteti do të thotë se programet e vjetra mund të ndryshojnë. Jo lehtë, jo brenda natës, por me punë të qëllimshme. Mund të rishkruash rregullat me të cilat operon truri yt. Hapi i parë, ndërgjegjësimi. Çfarë eksperjenca të hershme ke me parat? Çfarë kujton? Çfarë ndihenin prindrit? Hapi i dytë, dallimi. Kjo është reagimi i fëmijës sime të brendshme, jo e vërteta e sotme. Hapi i tretë, ekspozimi i sigurt. Hapa të vegjël drejt suksesit financiar, të qëllimshëm dhe të mbrojtur. Nëse ndove veten duke thënë po, edhe unë e ndjej këtë, ndërkohë që dëgjoje, dua të dish se nuk je vetëm. Kjo është ndër temat qendrore të Masterclass I Am Power. Si ta kuptosh origjinën e bllokimeve të tua dhe si pi çrrënjos. Jo me afirmacione sipërfaqësore, me punë reale, me struktura të provuara. Dhe para si të largohesh, lër në komente një fjalë. Çfarë ndjenin prindrit tuaj për parat? Frikë, ankth, gëzim, turp. Dua të kuptoj ku jemi si komunitet. Shihemi të mërkurën. I am power, paqe dhe mrekulli.